Emri i finalistit të tretë do të lajmërohet në obor. Përveç Laertit dhe Rozanës, të gjithë të tjerët dalim në obor. Okej. Ndërkohë, këtu në studio vjen Zarfi. Atëre, vendosuni aty njësoj si që ka lajmëruar vlla i madh. Emri i finalistit që do të them nuk është si pas rendit të votave, pra është një rend rastësor. Kështu, publiku ka vendosur që mes Eglit, Loredanës, Jozit, Gertës dhe Gjestit, në finale shkon Shikoni lart, në finale shkon Gjeste! Urime Gjestin! Mund të ktheheni të gjithë brenda. Urime. Të merë. Urime. Aj forca për para. Hala me gjasit, dakor? Të merë. Të merë, hala. Mbaroj hala me djasit. Hala me nipin. Mirë se ende. Hala me nipin. Zoti ma, jo, kam ndjeshën të më. Aj. Shumë lo. Ej, urime, o? Shumë para në. Jo, rëjë sukses, a? Jo, zoti. I'm so proud. Come on, e dia. Ishte e pa mund. Okej, mbyllim lidhjen me shtëpinë. Okej, ishim akoma. Janë ende 4 në lojë për vetëm një vend në finale. I kujt do të jetë vendi? Do të jetë i Loredanës, i Jozit, i Gertës apo i Eglit? Dhe duke qykuar nga puthja e tyre e fundit dhe nga klipi që sapo pam e komentuam, a do të jetë Big Brother i varianti i Titanikut me avullin të xhami dhe do të mbaroj aty, apo do të jetë ky varianti kur Gjeku në fund vdes? Jo, nuk e di. Kemi ende për të zbuluar, kemi ende zarfa për të marrë. Thënë kjo, do doja t'i thoja që nëse nuk e keni bërë akoma, edhe ka shumë pak vende të ngelura, bëjeni tani,
shkoni në topvizchannel.tv dhe blini biletën e finales. Biletën e finales, kjo studio është sold out, tu nuk ka më vend. Dhe për studion tjetër, që ka shumë njerëz, është plot e përplot me, si me thënë, hapësira të cilat mund të jeni prezente të shihoni aty, por më thonë që nuk ka shumë vende. Kështu që topvizchannel.tv. A ngriti dorën gjesti për të folur, pa flasim pastaj. Shkojmë një herë në shtëpi. Gjesti! Të mërzitu s'kan parë në jenë. Qaka, finalist mërzit. A je mirë, mo? A se pash që ngrite dorën, e ngrite për në i gjë, apo? Jo, e përshëndeta dikon. Okej, mirë, të përshëndesim, pra. Fillim lidhen me shtëpin, dhe ndërkohë, unë, me qënë se Rafiala, duhet të përshëndes të gjithë miqë tanë që na kanë ardhur në studio, me bileta nga shumë largë, nga Struga, kishin disa aty, nga Kosova. Për shembull, Ergi, nëse më ndihmon, kemi këtë djalin e vogël këtu, me të cilin bëra një foto më herët, dhe tani ky djali më thanë që do bëhet si unë kur të rritet. Por ka që i bukur sa është, me thënë ka që i bukur sa jeti, me gjaz do bëhet shumë më i mirë se unë, apo jo? Ka publik, shiko. Tani, e fillojmë me... ku e kam atë mikrofonin, në bonën? E pa atë mikrofonin, më zbëj kotë tani, hë? I kam shkallat afer? Ku më i kam? I kam këtu, okej, super. Hajde ta bëjmë bukur. Fillon karriera e një prezantusi, fillon me si e prezanton ti publicitetin. Unë e mendoj si kur e më prezantoj publicitetin, pa i pak më i mirë edhe më i sjellshëm edhe pak më respektueshëm. Shikon për publicitetin, imagjino që do thoshte po të ishte të më.